Një operacion i gjëri Prokurorisë Speciale të Kosovës në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, Doganën dhe Administratën Tatimore ka çuar në arrestimin e një grupi personash të dyshuar për përfshirje në një rrjet kriminal të faturave fiktive dhe kontrabandës me derivate të naftës. Sipas burimeve të insajderit, në mesin e të arrestuarve ka zyrtar dhe persona të lidhur me sektorin e naftës, të cilët dyshohet se kanë realizuar transaksione fiktive për t'u shmangur detyrimeve tatimore. Të arrestuar janë Gazmen Çuni, Skender Kelmendi, Faruk Mazrek, Naser Morina, Kurab Visoka, Dashmir Miftari, Muhamet Mazrek, Fatmir Visoka, Ade Morina, Feriz Mazrek dhe Nusret Bajraktari. Ata dyshohen për 5 vepra të rënda penale: pjesëmarrje ose organizim të grupit kriminal të organizuar, kontrabandim mallrash në bashkëkryrje, shpërndarje parash, përdorim të dokumenteve të rreme lidhur me tatimet dhe shmangje nga tatimi. Pas grumbullimit të informacioneve dhe sigurimit të provave, është krijuar dyshimi i arsyeshëm se të arrestuarit kanë vepruar si grup i strukturuar kriminal, duke paraqitur dokumente të rreme lidhur me tatimet si dhe duke realizuar shitje dhe transaksione fiktive të derivateve të naftës, thuhej në njoftimin e autoriteteve. Me urdhër të gjykatës themelore në Prishtinë janë kryer bastisje në 21 lokacione të ndryshme. Gjatë operacionit janë sekuestruar 15.000 euro para të gatshme, 5 vetura dhe 5 autobot për transport të derivateve, 2 armë zjarri me 54 fishek, pajisje elektronike dhe dokumente me rëndësi për hetimin, si dhe 301 euro në kartë monedha prej 2 eurosh, të cilat dyshohet se janë të falsifikuara. Të gjithë të dyshuarit me vendim të prokurorit pritet të dërgohen në mbajtje për procedime të mëtejshme gjyqësore.